Përshëndetje shikues të nderuar, po ndiqni lajmet në fokus këtu në televizionin të shtatë, si fillim ndjekim titujt kryesor. Edhe sot syt nga Haga, mbrojtja e Selimit mbaron fjalën përfundimtare, argumenton pafajësinë e tij. Deklarimin sot e nisi avokatja Jakub Krasniqit, 3 orët që kishte në dispozicion e shfrytëzoi për t'i kërkuar gjykatës lirimin e ish-kreut të kuvendit. Bashkësia Islame e Kosovës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s sot në xhamit në vend u organizuan ligjërata për ta. Në institucionin fetar Bedri Kamberi në Prishtinë u bë thirrje për përkrajin e marshit të 17 shkurtit. Kuvendi miraton marrëveshjet ndërkombëtare me BE-n, plani rritjes parasheh përfitime prej më shumë se 880 milion euro për Kosovën. 104 prej deputetëve ishin pro ujdive, abstenuan vetëm ata të listës serbe. Sot nuk u shqyrtua buxheti. Rasti i dhunës ndaj nxënësit në shkollën Pavarësia zgjerohen hetimet. Tash përfshihet edhe drejtori i institucionit Halil Brahaj, edhe ky dyshohet se ushtroi dhunë ndaj po të njëjtit të mitur. Deklarohet prokuroria e ligjërate speciales nëpër shkolla kalohet në heshtje. Rruga Ferit Curri në lagjen Arbria tash e sa muaj pa ujë të pijes. Banorët ankohen për furnizim të pakte të kufizuar, nga ujësjellsi Prishtina thonë se javën e ardhshme stabilizohet gjendja. Dje filloi e sot judha fundi deklaratës së mbrojtjes së Recep Selimit në Hag. Gjatë kohës që pati në dispozicion, avokati Erik Tolli kontestoi provat që prokuroria kishte prezantuar. Me argumentet që prezantoi, mbrojtja kërkoi lirimin e 10-shit të UÇK-s. Mbrojtja 10-shit të UÇK-s vazhdoi me fjalën përfundimtare edhe këtë premte. Avokati Recep Selimit në fillim të seancës kontestoi provat e prokurorisë specializuar. ZPS-ja nuk ka dhënë prova për të vërtetuar që veprimet ose mosveprimet të zotërisë Selimit si ministri i rendit publik kanë luajtur ndonjë rol në kryerjen e krimeve në akt akuz, apo që ai është përgjegjës për veprimet e personave të tjerë lidhur me kryerjen e krimeve në akt akuz. Erik Tolli tregoi huqit e ZPS-s gjatë fjalës përfundimtare për klientin e tij. Prokuroria të hënën tha se të paktën në qershor të 99, zotëri Selimi e kishte ndryshuar uniformën Lara në atë të zezë, duke spekuluar se kishte një lloj ndryshimi në detyra dhe përgjegjësi. Mirë po asnjëherë nuk e vërtetuan nëse kjo uniform i përket policisë ushtarake. Avokati përdori edhe shembuj të tjerë siç tha për të ilustruar akoma më shumë dobësinë e argumenteve të ZPS-s. Është një fotografi e shokëve të UÇK-s në vitin 99. Shikoni personin me numër 4, është Ekrem Rexha. Drini nuk pretendohet as nga ZPS e as nga ne që ka pasur ndonjë rol në policinë ushtarake, edhe pse është i veshur me të zeza. Përveç provave, avokati Selimit i demaskoi edhe dëshmitarët kryesor të prokurorisë. Në një moment, nga absurditeti i ZPS-s, Recep Selimi e tundi kokën. I vetmi dëshmitar që ka thirrur ZPS-ja që pretendoi se kishte dijeni për urdhra specifik të lëshuar prej zotërisë Selimit në cilësinë e rendit publik, ka qenë dëshmitari 04748 që është përshkruar nga vetë anëtarët e familjes si gënjeshtar. Një person që nuk ka qenë as në UÇK në atë kohë e jo më të ketë qenë në Ministrinë e Rendit Publik. Ai e kishte një ignorancë totale se si ka funksionuar UÇK-ja aso kohe. Ishte një person që në mënyrë krejt të pabazë ka pretenduar se ka pasur njohuri për marrëveshje të fshehta në mes këthorit dhe policisë dhe pavarësisht spekulimeve të tij lidhur me urdhrat të lëshuar nga Selimi, ai e pranoi gjatë kundërpyetjeve se nuk kishte pasur dijeni personale lidhur me ndonjë urdhër të marrë prej policisë në verën e 1999-s. Shumë prej deklarimeve të prokurorisë kundër Recep Selimit u bazuan tek disa shënime materiale që i kanë gjetur tek shtëpia e tij, e që sipas avokatit mbrojtës asnjëherë s'janë vërtetuar që i ka shkruar 10 UÇK-s. ZPS-ja në asnjë moment nuk e ka bërë të qartë argumentet e veta për autorsinë e materialeve që u atribuan zotërisë Selimit, pavarësisht se kur është marrë ky vendim nga trupi gjykues. Duhet të ketë parasysh se mund të ketë pasoja konkrete për personin. ZPS-ja nuk ka paraqitur prova të mjaftueshme për bllokjet e shënimeve. Praktika e ZPS-s qoftë në mënyrë të drejtë ose të tërthort gjatë gjithë gjykimit ka qenë që të pretendohet se secili prej këtyre materialeve ishte i zotërisë Selimi, pra ishte autor. Nga ekipi mbrojtës e Recep Selimit e quajtën si të bresh tentativën e prokurorisë për të vërtetuar organizimin, zinxhirin komandues e ndonjë rregullore të luftës. Sipas tyre në këtë proces gjyqësor nuk mund të flitet për një mos dënimi, pasi janë të bindur se klienti i tyre është i pafajshëm dhe duhet të lirohet.
Nëse i shikoni me imdësi provat, të vërtetoni se zoti Selimi është i pafajshëm për të gjitha akuzat që i kanë ngritur ZPS-ja ndaj tij. Kështu që zoti Selimi duhet të deklarohet jo fajtor dhe duhet të lejohet që të shkojë në vendin e vet e pranë familjes së tij në Kosovë. Gjykimi ndaj 4 SUÇK-s do të vazhdojë edhe gjatë së hënës e së mërkurës, ndërsa të martën do të jetë pushim. Për Jakub Krasniqin, i cili gjendet në paraburgim në Hag që 1926 ditë, mbrojtja kërkoi bindshëm lirimin e tij. Për 3 orë sa pati hapësirë sot, avokatja e Krasniqit argumentoi se akuzat që rëndojnë mbi të janë të pabaza. Son vetëm një opsion që ju të merrni vendim pafajësie për të gjitha akuzat e ngritura ndaj Jakub Krasniqit. Do ju bëjmë thirrje që nga prova që i keni në dispozicion të shpallni të pafajshëm zotri Krasniqin. Ta lejoni këtë zotri 75 vjeçar që të kthehet në familjen e vet dhe të kaloj vitet që i ka caktuar zoti me familjen e vet. Siç e dini, nuk kemi asnjë akuzë për trafikim organesh. Këtu përpara kësaj gjykate dhe ky raport nuk përfshin asnjë pretendim për vepra penale të kryera nga Jakub Krasniqi. Një gjë është e qartë, shumë se 5 vite më përpara, Jakub Krasniqi është arrestuar, i është hequr liria dhe ka qëndruar në paraburgim për 1926 ditë, larg prej bashkëshortes së tij, 4 fëmijëve, nepërve dhe mbesave. E rezoluta në mbrojtje të çlirimtarëve e votuar dje në Kuvend nuk mori edhe për krajin e lidhjes demokratike të Kosovës. Këta vlerësuan se përmbajtja ishte pjesshme e selektive. Kjo qasje e këtij subjekti politik, sipas juristëve, mund të ndikojë në opinionin e gjykatësve në Hag. Kush është për këtë rezolutë që është propozuar nga zoti Gruda? Me 90 vota pro, Kuvendi i Kosovës miratoi rezolutën në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s në Hag. Mirë po duart lart për gjykimin e drejtë dhe të paanshëm për Thaçin, Veselin, Krasniqin e Selimin, nuk i ngritën të gjithë deputetët shqiptarë në parlament. Përveç Fatos Gecit nga LVV që haptazi votoi kundër, ligjvënësit nga Lidhja Demokratike e Kosovës nuk morën fare pjesë në votim. Kush abstenon? Madje përmes një komunikate për media të premten e cilësuan rezolutën si të pjesshme dhe selektive. Drejtësia nuk mund të trajtohet si koncepti fragmentuar, ajo se vlen për të gjithë ose rrezikon të humbas legitimitetin e saj. Për këtë arsye, deputetët e LDK-s kërkuan që rezoluta të përfshinte qartë dhe pa ekuivoke edhe obligimin institucional për zbardhjen e të gjitha vrasjeve të pazbardhura pas luftës, përfshir vrasjet politike. Ky është borxh ndaj viktimave, ndaj shoqërisë dhe ndaj vetë shtetit të Kosovës. Refuzimin nga PDK sipas tyre e bëri këtë rezolutë të paplot në thelb, pasi shteti duhet të ketë guxim të përballet me të vërtetën. Lidhja Demokratike e Kosovës do të vazhdojë të kërkojë drejtësi për të gjithë viktimat, procese të drejta dhe të paanshme dhe një shtet që ka guxim të përballet me të vërtetën, jo ta përzgjedh atë. Por çfarë mesazhi përçua në procesin gjyqësor në Hag, ku prokuroria shpesh deklaroi se të akuzuarit donin eliminimin e liderëve politik nga radhët e LDK-s. Padyshim që nuk ka efektin e ligjit, mirë po ka efekt në aspektin e opinionit, edhe të gjyqtarit, edhe të prokurorit. Gjithsesi duhet punohet, duhet argumentohet pse LDK-ja ka votuar kundër, duhet sharohet në opinion, sepse ne mendojmë që faktorin dokumentar nuk i përcjell zhvillimin e Kosovës, po i përcjellin. Duhet sharohet nga PDK-ja dhe ndosja dhe alianca, se nuk ka qenë çështja e hetimit të ndonjë vrasje, por ka qenë thjesht çështje politike. Sipas tij, efektet e veprimeve politike me qëllim të rritjes së elektoratit duhet menduar më gjatë nga politikanët kosovar. Për ngritje për shkak të rënies së madhe që ka pasur në Serbia. Në përkrahje të ish-krerëve të UÇK-s, më 17 shkurt do të mbahet marshi organizuar nga platforma Liria ka emër. Thirrje për t'ju bashkuar kësaj nisme u bë edhe sot në xhamit e Kosovës. Me iniciativën e Bashkësisë Islame para besimtarëve u ligjërua për çlirimtarët. Mesdita së premtës i mblodhi për të kryer ritualin fetar. Jashtë e brenda, besimtarët muslimanë në Prishtinë mbushën ambientet e xhamisë Profesor Doktor Bedri Kamberi. Kur ora shënoi 12, aty erdhi edhe imami Labinot Maliqi, që kishte ngjitur një logo të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Në prag të 18 vjetorit të pavarësisë së Kosovës, kleriku fetar nisi ligjëratën me rëndësinë e datës 17 shkurt. Pavarësia nuk erdhi si dhuratë, as rastësisht. Ajo erdhi pas dekada shtypjeje, mohimit të drejtave për ndjekje, zhburgimesh, masakrash,
dhe një lufte çlirimtare të pastër që synonte një qëllim të vetëm lirinë, dinjitetin dhe të drejtën për të jetuar të lirë në tokën tonë. Por përveç krenarisë që sjell kjo datë, Hoxh Maliqi tha se zemrat e shqiptarëve janë të mbushura edhe me shqetësim. Zemrat tona janë të mbushura me krenari, por edhe me shqetësim për padrejtësitë që po bëhen çlirimtarëve tonë. Ne besojmë në pafajësinë e tyre, në luftën e tyre të pastër, të drejtë dhe çlirimtare. Ata janë pjesë e pandashme e historisë sonë të lavdishme dhe partës të proceseve më të rëndësishme të shëndërtimit të Kosovës. Andaj kushtoi se mbështetjen fuqishëm Marshin Liria ka emër, që kërkon drejtësi për ish-krerët e UÇK-s. Ne si besimtarë dhe si qytetarë të këtij vendi, kemi të drejtë dhe kemi obligim moral që ta ngrisim zërin për drejtësi, për dinjitet dhe të vërtetën historike. Bashkësia jonë fetare islame mbështet fuqishëm Marshin. Me mesazhin për një ditë reflektimi, përgjithësi dhe përkushtimi përfundoi edhe ligjërimi për të vazhduar me faljen e xumas. Dhe kur i kryen obligimet e tyre, besimtarët musliman u shprehen pro dhe shumë pozitiv ka thirrjes së Hoxhës për lirinë e të burgosurve në Hag. Gjithsesi duhet më ndodh me përkra, se është e padrejtë është. Gjithat padrejtat po bëhen për popullin e Kosovës. Në mbështetje të krerëve të luftës do të jetë gjithë populli shqiptar i Kosovës. Ata në kohën kur është dashur më shumti kanë dhënë gjithçka nga vetja. Sot një protestë është më e pakta që mund dhe duhet bëjmë si popull në mbrojtje, në mbështetje të atyre burrave që i kanë dalë Zot vatanit në kohën më të duhur. Duhet të gjithmonë çdo manifestim, çdo pjesëmarrje kudo që jemi në ata i kemi liridakshit tonë. Përveç këtu ligjëron për 17 shkurtin dhe Marshin e Liria ka emër pati edhe në xhami tjera në Kosovë. Drejtësi për ish-krerët e UÇK-s që po mbahen në Hag kërkuan edhe studentët e Universitetit të Prishtinës. Thirrjet e tyre i bën para zyrës së Bashkimit Evropian, pikërisht në ditën kur universiteti më i madh publik shënoi 56 vjetorin e themelimit. Fillimisht u ngrit flamuri kuqëzim me emblemën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Parlamenti studentor i Universitetit të Prishtinës nga rektorati u nis në këmbë për tek zyra e Bashkimit Evropian. Para hyrjes si vendosën thirrjet, studentët kërkuan drejtësi për 4 e UÇK-s që është në Hag. Sot duam ta shprehim qartë një shqetësim që është i pranishëm të shumë qytetarë të Republikës së Kosovës se perceptimi që proceset gjyqësore ndaj ish-krerëve të UÇK-s, Hashim Thaqit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit po shoqërohen me standarde të pabarabarta, me zvarritje dhe me një mungesë të ndjeshmërisë ndaj kontekstit historik. Kjo ngjarje u bë në kuadër të 56 vjetorit të themelimit të Universitetit të Prishtinës. Pikërisht për këtë datë në amfiteatër u mbajt ceremonia solemne për të folur rektori Arben Hajrullahu. Që nga themelimi i tij Universiteti i Prishtinës nuk ishte asgjë të thjeshtë dhe asgjë nuk mund të mirrej si e mirëqenë. Ky universitet i krijuar nga fuqia e popullit që e përjetson arriti të mbijetojë periudha tepër të vështira, diskriminimin e vazhdueshëm të popullit shumit. Kurse zëvendës ministri i Arsimit Arsim Ademi përkujtoi themelimin e UP-s. Ministri i Arsimit të vetëdijshëm për rolin e arsimit të lartë në Kosovë, kemi marrë disa hapa, është bërë një punë e vazhdueshme që po bëhet e do të vazhdoj sigurisht edhe me kabinetin e ri qeveritar për ngritjen e cilësisë së arsimit të lartë. Janë bërë reforma të ndryshme qoftë në aspektin legislativ e regulativ të universitetit, po edhe mbështetje qoftë direkt për ngritjen e infrastrukturës. Në këtë ceremoni u fol edhe për reformat që janë bërë në universitet, përfshirë edhe dhënien e bursave. Në një institucion arsimor në Kosovë, zuri vend dhuna. Nga pamjet e publikuara te shkolla Pavarësia, fillimisht u pa mësimdhënësi, më pas edhe drejtori, duke synuar fizikisht një të mitur. Për këtë janë zgjeruar hetimet nga prokuroria, gjersa për masat që morën u deklaruan edhe nga drejtoria e arsimit. Fillimisht u pa veç kjo pamje. Kur institucionet morën masa ndaj mësimdhënësit që ushtroi dhunë ndaj një nxënësi në shkollën Pavarësia u protestua,
2 ditë pas kësaj, një video tjetër e publikuar nga Betimi për Drejtësi identifikoi të njëjtin nxënës, por tash goditjet i mori nga udhëheci i shkollës Halil Brahaj. Kjo pjesë e incidentit raportohet se ndodhi në ditën e njëjtë me ngjarjen paraprake. Pas xherimit të hetimeve nga ana e prokurorisë kujtëshuar për dhun ndaj një nxënësi është edhe drejtori i shkollës Pavarësia. Ky i fundit të premtë nuk pranoi të prononcohet për media. Për veprën penale ke shtrajtim gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, Prokuroria Themelore e Prishtinës ka ndërmarrë masa. Prokuroria Themelore në Prishtinë ka marrë vendim për zgjerimin e hetimeve dhe ndaj drejtorit të shkollës Pavarësia. Në kuadër të procedurës hetimore, i njëjti është intervistuar, mirë po është liruar me procedurë të rregullt, ndërkohë prokurori i shtetit është duke ndërmarrë të gjitha veprimet konkrete hetimore lidhur me këtë çështje. Ndonse ky s'është rasti vetëm që ndodhi, njohësi i arsimit Rinar Qahaja thotë që DK duhet të jetë më rigoroze. Drejtoria komunale e arsimit mos pari do të jetë shumë më rigoroze karshi ndëshkimit të nxënësve që janë në sjellje të papërshtatshme, po të njëjtën kohë njëjtë rigorozitet duhet të bartet edhe tek mësimdhënësit dhe udhëheqësit arsimor. Zero tolerancë ndaj kujdo që ka sjellje të papranueshme brenda institucionit arsimor, pa marrë parasysh është nxënës apo mësimdhënës. Nga drejtoria e arsimit në Prishtinë një përgjigje me shkrim treguan se çka u ndërmor. Lidhur me rastin në shkollën Pavarësia, pas publikimit të pamjeve të incizuara, Drejtoria e Arsimit ka vepruar më njëherë në kuadër të kompetencave të saj ligjore, duke iniciuar procedurë disiplinore dhe duke dërguar rastin në komision disiplinor, bazuar në dëshmitë e siguruara. Çështja penale ndërkohë është në trajtim nga prokuroria, e cila ka nisur hetimet përkatëse. Ndryshe nga këto hapa, për ligjëratën e gjykatës speciale, Drejtoria e Arsimit se mori asnjë mas, ndonse të tilla u paralajmëruan edhe nga kryetari Rama. Flasim tani për Kuvendin e Kosovës, ku më në fund sot u ratifikuan marrëveshjet ndërkombëtare. Me këtë, vendi pritet të përfitojë miliona euro nga Bashkimi Evropian. Për dallim nga kjo pikë, ligjvënësit nuk ishin në një linjë sa i përket shqyrtimit të buxhetit për vitin 2026. Garantimin e lirive dhe drejtave të njeriut në përputhje me ligjet e vendit betohem. Seanca nisi me betimin e 2 deputetëve të rinj. Plus deputetët pra që ta nënshkruajnë tekstin e betimit dhe t'ja... Por arsyeja pse u mblodh sërish të premten Kuvendi i Kosovës pati të bëjë edhe me shqyrtimin dhe ratifikimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Në renditje në këtë seancë urgjente, fillimisht ishte plotësimi i vendimit të Parlamentit në lidhje me komisionet pas propozimit të VV-s dhe AAK-s. Lëvizja propozon që në Komisionin për Buxhet të ketë anëtare dhe deputetën Shqipe Meta Jusufi. Ndërkohë Besnik Tahiri i AAK-s propozoi vetëm 5 herë për 5 komisione, situatë që shkaktoi të qeshura mes ligjvënësve të rinj. Në Komisionin për të drejtat dhe interesin e komuniteteve dhe kthim është deputeti Besnik Tahiri Amun, anëtari i Komisionit për Legjislacion, Mandate, Imunitete, Rregullorën e Kuvendit dhe mbikëqyrjen e Agjencisë kundër korrupsion, Amun Besnik Tahiri. Anëtare e Komisionit për Integrimin Evropian propozohet deputetja Time Kadriaj. Me 100 vota për, kjo miratua nga deputetët. Me 100 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, Kuvendi e miratoi plotësimin e vendimit Kuvendit lidhur me përbërjen e komisioneve parlamentare. E pas prezantimit të projektligjit për planin e rritjes nga BE-ja, ku Ministri Ekuran Murati tha se Kosova përfiton mbi 882 milion euro, u deklaruan edhe nga Komisioni për Integrime Evropiane. Në mënyrë unanime ka votuar për marrëveshjen dhe i ka rekomanduar Kuvendit të Republikës së Kosovës që të votojë për. Ashtu edhe ndodhi pasi me 104 vota për, asnjë kundër dhe 6 abstenime nga lista serbe, Parlamenti miratoi edhe këtë projekt ligj. Atëherë konstatoj se me 104 vota për, asnjë kundër, 5 abstenime, Kuvendi miratoi ligjin numër 10/002 për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës. Veç marrëveshjeve ndërkombëtare me BE-n, Kuvendi miratoi edhe një me Bankën Botërore që ka shifrën prej 90 milion euro. Të miratohen në mënyrë që Kosovës të jepet si shpërblim në fund të asaj kjo marrëveshje financimi në vlerë prej 90.3 milion eurove. Po kaq të bashkuar deputetët ishin kur erdhi rradha e votimit të buxhetit për vitin 2026. Propozimin për kalimin e buxhetit në lexim të parë nuk e mbështetën partitë opozitare. Nevojitet kohë, minimumi kërkojmë një afat optimal që për neve konsiderojmë minimumi që është 30. E dini se është serioze, për aq kohë sa arritëm ta lexojmë, ky ligj i buxhetit që na keni sjellë se reflekton as këtë qeveri këto. Deputet nderuar, nuk ka asnjë urgjencë për shkak se ne dje kemi miratu
vazhdimin e ndarjes buxhetore për funksionimin e Shtetit Republikës Kosovë. Në rrethana të tilla, votimi për ndarjen buxhetore në vlerë prej 4 miliard euro është shtyrë për ditën e hënë. Pas konsultimeve me shefat e grupeve parlamentare, kjo seancë shtyhet për të hënën në orën 10. Pikrisht për çështjet e diskutuara në seancë, folën edhe anëtarët e 2 komisioneve të Kuvendit që mbajtën mbledhje për herë të parë pas formimit. Për herë të parë pas formimit, 2 komisione të Kuvendit të Kosovës mbajtën mbledhjen e parë. Fillimisht, Komisioni për Buxhet, Punë dhe Transfere pati në rendite shqyrtimin në parim të projektligjet mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Para deputetëve, Ministri i Financave Kuran Murati pati një lutje për deputetët e komisionit. Lutja ime do të ishte që të ketë procedim sa më të shpejt që është e mundur. Pra çdo herë duke respektuar edhe nevojën e deputetëve që të kenë shqyrtim, por që të mos bëhet sikurse jemi në situatë të rregullt dhe ka kohë, si themi nuk jemi në presion të kohës. Murati tha se është me rëndësi që deri në fund të muajit të kemi në fuqi ligjin e ri për buxhetin. Është dashur pagesat e janarit të pensionet bazike, është dashur të marrim alokim të parakoshëm nga shkurti. Dhe tash në shkurt do të marrim alokim parakoshëm nga marsi. Pra nuk është se janë të 3 muaj të plot, sepse ka pasur ndryshim ose tek pagat. Do të thonë vini në korrekt ka pasur një rritje prej 55 eurove. Antari i komisionit Kujtim Gashi kërkoi që procedura të jetë e rregullt në mënyrë që të ketë më pas diskutime dhe të jetë mundësia që deputetët të bëjnë amandamentimin. Në parim jemi për shkak se e dimë rëndësinë e buxhetit edhe vonesat që janë shkaktuar megjithëse në seancën e djeshme e bombë zgjatën edhe për muajin e mars, që ishte poshtë një mbështetje nga grupi parlamentar i PDK-s. Me 6 vota për, asnjë kundër dhe 1 abstenim, Komisioni për Buxhet ka miratuar projektligjin për ndarjen buxhetore për vitin 2026. Komisioni miratoi në parim projektligjin mbi ndarjen buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Ndërkohë të premten u mbajt edhe mbledhja e Komisionit për Integrime Evropiane. Këtu miratua shqyrtimi i projektligjit për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi aranzhimet për zbatimin e përkrajjes së Unionit për Kosovën në kuadër të instrumentit për reforma dhe rritje. Parashihet pra që të përfitojmë gjithsej 882.6 milion euro. Ndërsa kryetari i këtij komisioni Hikmet Bajrami ka konsideruar se Kosova është vonuar të bëjë ratifikimin e kësaj marrëveshje. Ne konsiderojmë që jemi vonuar në ratifikimin e kësaj marrëveshje. Bajrami në komisionin e së premtës nënvizoi faktin se nëse Kosova nuk përmbush reformat, atëherë dështon në seriozitetin si shtet, por edhe humundsinë qoftë për reforma apo edhe përfitime financiare. Kuvendi i Kosovës ka miratuar mbrëmjen e së njëjtës për bërjen e 16 komisioneve parlamentare për legjislaturën e 10 me 100 vota për, 1 kundër dhe asnjë abstenim. Në mesin e tyre 9 komisione do të drejtohen nga lëvizja vetëvendosje, ku atë për buxhet, punë dhe transfere do të kryesojë Enver Haliti, ai për punë të jashtme dhe diaspor do të udhëhiqet nga Erbresh Kryeziu dhe komisionin për arsim do të udhëheq Arjeta Fejza. Partia Demokratike e Kosovës ndërkohë do të jetë në krye të 3 komisioneve parlamentare. Përparim Gruda do të drejtojë Komisionin për Legjislacion, Mandate dhe Imunitete, ndërsa në Komisionin për Administratë Publike do të jetë Ariana Musliu Shoshe kryetare. Lidhja Demokratike e Kosovës do të udhëheqë 2 komisione, atë për integrime evropiane me kryetare Hikmet Bajramin, si dhe Komisionin për Mbrojtje me Anton Qunin. E formimi institucioneve ka zgjuar shpresat për zhvillim ekonomik në vend. Kështu tha sot në forumin e sektorit privat i organizuar për herë të parë nga Oda Ekonomike e Kosovës. Është hera e parë që një forum i këtij lloji po organizohet në Kosovë. Oda Ekonomike e Kosovës këtë premte ka mbledhur përfaqësues të bizneseve dhe organizatave ekonomike duke mbajtur forumin e sektorit privat. Aty u diskutuan çështjet kyçe që ndikojnë në zhvillimin ekonomik dhe krijimën e të bërit biznes në vend. E në fokus ishte bashkëpunimi me institucionet. Sot jemi këtu me një mendim optimist, pasi që vendi ynë tashmë ka themeluar institucionet e reja, që në kupton të pasit institucionit e vendit fuqi plot, është lajmi më i mirë që na është dashur në këtë moment për të ecur përpara.
Qëllimin e këtij forumi e tregoi drejtori ekzekutiv I Otës Ekonomike Gjermano-Kosovare Besnik Vasolli. Kërndëtor e kemi diskutuar krijimin e këtij forumi, qëllimi ka qenë që ta ndihmojmë sektorin privat që zëri I tyre të jetë sa më I ndëgjuar, të jetë sa më pranë institucioneve dhe në këtë mënyrë të kontribuojmë në zhvillimin e gjendbashëm ekonomik të vendit. Ndërsa rëndësinë e bashkëpunimit me sektorit privat dhe institucioneve shtetërore, e theksoi drejtori ekzekutiv I Këshillit të Investitorëve Evropian Emre Shujkani. Qëndrimi jonë është shumë I prerë, neve kemi nevojë të bashkëpunojmë edhe me sektorin privat, po edhe me institucionet e Republikës së vendit tonë dashur. Me institucionet shtetërore kemi nevojë të bëjmë politikë për njëri tjetrin dhe jo me njëri tjetrin. Ky është qëndrimi jonë I përbashkët, kjo është maksima që do të na udhëheqë dhe në frymën e këtij forumi, në pjesë e këtij forumi si këshill do të mundohemi që të veprojmë në këtë frymë. Ndër të tjera në këtë forum, u tha se bizneset ka nevojë për mbështetje të gjerë nga politika, qytetarët dhe partnerët ndërkombëtar. E Fondi Monetar Ndërkombëtar ka vlerësuar se ngërçi politik në Kosovë më 2025 ka ndikuar në rritjen ekonomike. Në deklaratën përmbyllëse nga vizita në Kosovë, misioni FMN-s ka deklaruar se ekonomia ka treguar qëndrueshmëri, por se rritja është ngadalësuar, ndërsa inflacioni është përshpejtuar. Edhe pse perspektiva sipas FMN-s është pozitive, ende mbesin disa rreziqe negative. Përderisa ekonomia ka treguar qëndrueshmëri karshi ngërçit të zgjatur politik, vlerësohet se rritja është ngadalësuar në vitin 2025, ndërsa inflacioni është përshpejtuar dhe deficiti I llogarisë së jashtme rrjedhëse është zgjeruar, thuhet në hyrje të deklaratës. Ndërsa Prokuroria Themelore në OPE bashkë me Policinë e Kosovës, inspektorët e tregut, doganën dhe administratën tatimore të Kosovës ka nisur një aksion në Argjentarit e Pejës. Lajmin për gazetën Ekspres e ka konfirmuar zëdhënësi Prokurorisë Themelore në Pejë Shkodra Nikçi, I cili më pas gjatë ditës ka dhënë detaje rreth këtij aksioni. Inspektorati qendror I mbikëqyrjes së tregut ka njoftuar në Pejë se janë sekuestruar mbi 45 kg ari dhe se ky inspektorat si dhe institucionet e sigurisë kanë zbuluar shkelje të rënda në tregun e metaleve të çmuara, thuhet në njoftim. E 7 persona kanë mbetur të lënduar si pasojë e një aksidenti që ka ndodhur mes 4 automjeteve mëngjesin e sotëm në rrugën Jusuf Gërvalla në Prishtinë. Rastin e ka konfirmuar zëdhënësja e policisë në rajonin e Prishtinës, Floria Ahmeti. Sipas Ahmetit, të lënduarve u është ofruar tretman mjekësor. Sot rreth orës 9 në rrugën Jusuf Gërvalla në Prishtinë ka ndodhur një aksident trafiku mes 4 automjeteve. Bazuar në të dhënat fillesare si pasojë e aksidentit, 7 persona janë lënduar. Personave të lënduar u është ofruar tretman mjekësor, ndërkohë me rastin po merret njësiti I trafikut rajonal, ka deklaruar Ahmeti. E banorët e një lagje në Prishtinë prej muajsh u përballën me një problem. Në Arbri mungon furnizimi me ujë të pijës. Për këtë çështje sot u sqaruan nga ujësjellsi Prishtina, të cilët premtuan zgjidhje gjatë javës së ardhshme. Nga qezma nuk del asnjë pikë uji. Në pjesët më të madhe të ditës, banorët e rrugës Ferit Curri në lagjen Arbëria në Prishtinë po përballen me mungesë të ujit. Vetëm disa pika uji është sasia që ofrohet në momentin kur për 3 orë vjen furnizimi. Banorët thonë se ky problem vazhdon tash e disa muaj. Kem probleme ujë të pishëm që prej rreshive atmosferike që kanë problem në krejt Kosovë. Në mëngjes ka 3 orë dhe mërë me 3 orë. Jo më shumë ditës ka jo, as natë. Po kemi çdo ditë problem, zakonisht ndalet uji prej orës 12 deri 5-6, më varet, ama normal çdo ditë ndalet. Do të thonë ka orarin e caktuar, ndonjëherë pak më herët, ndonjëherë pak më vonë, po zakonisht çdo ditë nuk ka ujë. Po kena bo kërkesa, po barabart me zero. Çdo ditë është I njëjti problem. Të njëjtat pakënaqësi kanë edhe nga banorë të tjerë që nuk dashën të prononcohen para kamerës. Për të unë kam ardhja pisjashme, po ka shumë probleme muj, as kem që kanë balla këtë banorët që kam folë me ta, s'ka këtë gjanat të më. Ka 3 orë po ndohet që ka mojnë qut, dhe më thëmë për shambu pe I 7-8 mëngjesit dhe në kam dhe në mëjtë. Ka një 9 dhere në 7 mënë.
Nga kompania rajonale e ujësillësit në Prishtinë përmes një përgjigje me shkrim, janë shprehur se problemi pritet të zgjidhet javën e ardhshme. Ju njoftojmë se për momentin trajtimi i ujit në Batllav po zhvillohet me kapacitet minimal. Megjithatë, sipas vlerësimeve tona, nga java e ardhshme pritet të fillojë stabilizimi gradual i gjendjes. Në fillim të vitit 2026, rajoni Prishtinës u përball me ndërprerje dhe reduktime të furnizimit me ujë të pishëm për shkak të turbullirës së lartë në kanalin e Ibërgjepencit pas rreshjeve të dandura të shiut. Me këtë material po e përfundojmë këtë edicion të lajmeve këtu në Të7. Unë ju falenderoj për vëmendje, mirëmbëjtje.